Pa ju dëgjuar kështu, ti dëgjoj mirë pa këngë. Në fakt s'kemi qenë me fol fare, po çdo që kam dëshiruar se mua s'më prish dot. Kol. Alsami Mirdita dhe Kol Zefi. Çfarë i bashkohet? Jo. Unë i bashkohet me Alsami Mirdita. Alsami Mirdita është një emër i madh, është një ansambël shumë i madh. Është një ansambël me një vlerë të jashtëzakonshme krahinore dhe kombëtare dhe ka nxjerrë këngë të bukura, të këndshme, të dashura për publikun. Në sajt disa njerëz të shquar që kanë jetuar dhe kanë punuar në Mirdi, si i madhi Gjok Beci. Po një godrofitje është vërtet mirë që kemi fjalën e të nderuar Gjok Beci. Heja e dashur. Heja. Mirëmbrëma të gjithëve. Ju dashur. Normal që ti më mirë se kush kanë qenë shokët dhe kolegët e babait tënd, por këto dy figura që kanë mbi shkrim rreth 100 ca vjet vëmendje artistike, Gjok Beci është në krye të vendit këtë dy burra. Shëndetje njëre. Shumë faleminderit që keni ardhur. Jeni bo pjesë e një koncerti të madh. Unë jam vetë një shqiptar që të në diasporë. Është deri i madh që kemi pranë. Për sa i përket Kolës, kam respekt të madh sepse unë jam rrit me artin, me kulturën, me ansamblin Mirdita, me këngët e tyre, me grupin e burrave, që për mua kanë qenë si thush një shembull për të ndjerë nga gjithë fëmijë të ri, të rritur, jo vetëm në rrethin e Mirditës, por në gjithë Shqipërinë. Edhe pse në gjithë Shqipërinë kemi artista, muzikë, art shumë të bukur që duhet ta ndjekim, ta respektojmë dhe ta tërshëgojmë mes pas poezi. Por me që unë jam mirditor, jam dhe djalë i një poeti që ka dhënë kontributin e tij si për Mirditën ashtu edhe për muzikën, artin shqiptar. Kam dëshirë shumë të madhe dhe jam gjithmonë pjesë e këtyre koncerteve. Dhe jam shumë i nderuar që jam pjesë unë të këtunës artistëve të mëdhenj, Kol Zefi dhe Ari Blanti. Për sa i përket Aritit, Arifi për mua nuk është vetëm artist, sepse Arifi ka një anë tjetër shumë më me vlera, sepse është një njeri shumë human, është një mik i përjetshëm i familjes time. Në tjerë, dhe njerëzit që dhe në këtë në fundit, babait tim pranë, edhe ka bërë një kontribut të jashtëzakonshëm për babait tim dhe unë nuk do të ndroj sa tjetër tjetër. Edhe unë në respekt atij që është në qiell, edhe këtyre dy burrave, edhe do bëj çdo shqiptar po të pyesësh për këngët, jo vetëm të ansamblit të Gjok Becit, por dhe këngën himn që recitoj, këndoi sot, e kam menë të recitimin, e këndoi Arifi, e rrjedhën e kam me ligjërime, është autor Gjok Becit. Faleminderit dashur. Uroj gjithë të mirë. Ari Vladi, një brez, se do shpëtoje pa komente, e di që do më flasësh për dalë në skena, një brez lindi me këngën Zërin e Ari Vladit. Një brez u rrit
Dhe një brez u burrua dhe një brez po pleqërohet, si që janë adorë. Po, e dini përse ju kam ullur të dy bashkë? Do shta me gnu. Ashtu? Sa një që e kuptu, po, diçka që nuk e di unë. Nëse do ta kisha thënë di branche, sepse na ke ullë këtu. A lejon ta them di branche? Di branche janë krejt alegori, do ta them si thuhet atë nga tonin tim. Magjarin ndasën e thirrin me baju. Këngëtarin me gnu. Zoti Lesh, një nër tekstit në bukur atë Gjokë Becit Malë, është dhe kam ben losh. Përse e thekti? Ajo një këngë e bukur e shumë e dashur për, sidomos për ansambin në vitë. Po, unë di që je autori. Autori është Gjokë Becit. Autori... Fjalët e Gjokë Becit të bajnë me sot. Fjalët, po, për muzikën. Kam merë loshi. Unë isha i ri atëherë, viti 78. Isha në akademi dhe profesori im më kishte dhënë urdhër Ramis Kovaçi, artisti i popullit, që derisa të mbrosh diplomën nuk do të këndosh në media. Edhe i thash, mas u kënu kënga e Kamer Loshi. Profesor, apo ne kënu të tha, kënoje për qefin tonë, tha, po jo në publik. Ajo këngë e legendarit Gjokë Beci. E vërtet është që Gjokë Beci me një varg e dridhë të tokë. Me një varg e dridhë të tokë. Ai që thot që ne e kemi respektuar Gjokë Beci. Unë personalisht, për dhe këngëtar, tje me emër Shqipëri e Kosovë, kemi jetu me krijimtarinë e Gjokë Becit. Jemi bornu me krijimtarinë e Gjokë Becit. Kemi fitu me krijimtarinë e Gjokë Becit. Prandaj Gjokë Becit kur s'mund t'ja lajmë borxhet me artistët, po edhe kombi është Gjokë Beci e nuk do të di kush do vi mbas ti për t'i shkruar vargjet e tij. Tash a kapela mund ta sjellim atë për të si i tre strofë? Kjo këngë me vargjet e Gjokë Becit, por me muzikën e të nderuar që kam këtu në krah, atëherë për t'jenin tuaj nuk lejoj autorsia në Gjirokastër të përmendej, po thoshte. I thoshin populli. Thoshte populli. Ishte sistemi i brezimit me disë si ka qenë. Por gjithë e dinë se kush e ka bërë muzikën. Prandaj do të mundohemi ta rikujtojmë për nderin tuaj, por edhe për kënaqësinë tonë. Jo në një akademi, po akademi, Kështu tamam sikur të jemi në shtëpi. Kamer Loshi jo del në të kodër, apo më vjeno kjo nusja e vogël. Nuk i vjen nusja as krushku i par, na qalniku ka që fjall. Gjovë se zdon oferën të praku, i që më flamuri nga konaku. Na qalnik na lota bore, mos ma shkel, o pari bivore, mos mjaften o das more të dalen, mos mjaften
more jam shqiptar e nuk unë vlamur. Një më në të vërë. Mesazhet dhe fjalët tona janë pafuqishme për të përshkruar emocionin që sjell kjo këngë e të sjellin të zëra brillante. Para 20 vitesh kam takuar aktorin e madh shqiptar, që Albertin Femiu, 5 pika, pastaj filloi me tjerë për mua. Dhe i them se për luftën atë ke një shprehje shumë interesante. Po tha, kujtoj, edhe më tha. Në luftë, në atë kohë ishte lufta, sa kishte mbaruar shqiptare e Kosovës, sa bën kënga e Rivelatit tha, në luftë nuk bëjnë 300 automatik e 30 tank. Rivelatit dhe janë Kosova e Shqiptarisë. Faleminderit. Teksti Gjobesi, muzika Edmond Gjulani. Bam
Faleminderit.